Tirana mirëpriti këtë të premte samitin e radhës për planin e rritjes ekonomike mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. E para që mbërriti në Pallatin e Brigadave ishte komisionerja për zgjerimin Marta Kos dhe pastaj kryeministri Edi Rama, priti me radhë homologët nga Kosova, Serbia, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina. Në nisje të seancës plenare, komisionerja Kos tha se Bashkimi Evropian duhet ta përshpejtojë procesin e zgjerimit dhe një mekanizëm për këtë është pikërisht plani i rritjes. Ju jeni pjesë e Europës, ne thjesht duhet ta bëjmë këtë gjë dhe në formë institucionale, pra që ju të bëheni shtet antar i Bashkimit Evropian. Ne duam që Bashkimi Evropian të jetë tashmë, që sot një realitet i prekshëm për qytetarët tuaj, në mënyrë që të sjellë më shumë begati, siguri dhe stabilitet për mbar kontinentin evropian, në këtë kohë kur ne kemi të tjerë, të cilët do donin që ne të mos ja dilnim bashk. Ndërsa Edi Rama tha se Shqipëria nuk kërkon lëmosh nga Bashkimi Evropian, por të jetë kontributor në të. Nuk po ecim drejt Europës me duart bosh, as pak si ata që lypin lëmosh, po ecim me rezultatet e arritura, me reforma të realizuara, me investimet siguruara e me detyrat tona të shtëpisë të plotësuara në çdo hap. Dhe ne do të vazhdojmë të ecim përpara derisa Ballkani Perëndimor të hyjë në Bashkimin Evropian, jo si të ftuar, por si kontribues për sigurinë, ekonominë dhe të ardhmen e tij, e padyshim si kontribues i sigurisë së tij. Komisionerja Kos kërkoi vazhdimin e reformave për thithjen e fondeve, ndërsa kryeministri Rama evidentoi heqjen e tarifave roaming si një nga përfitimet e drejta për qytetarët. Ne kemi hequr tarifën e brendshme, roaming, në 6-shën e Ballkanit Perëndimor dhe kemi ulur tarifat, ndërkohë që tashmë me finalizimin e bazës ligjore nga Komisioni, Roam Like at Home është programi midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian që do t'i jap fund sistemit të ndryshëm të tarifave. Përsa u përket fondeve të disbursuara, jemi ende 90% të shumës totale dhe 400 milion euro nga një paket prej 6 miliardë eurosh që janë lënë me një anë për rajonin, pra ne mund të bëjmë shumë dhe duhet të bëjmë shumë të gjithë së bashku. Deri më tani, Shqipëria ka përfituar 100 milion euro nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian, ndërsa në Tiranë u konfirmua dhe granti prej 54 milion eurosh që do t'i jepet Ballkanit Perëndimor për programin e transportit, që ka të bëjë me sigurinë rrugore, hekurudhore, kapacitete teknike dhe që do të administrohet nga Banka Botërore.